Virtytet e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, në traditën fisnike profetike. E gjashta, Ahmed ibn Ebu Bekr ibn Ismail el-Buisari përcjell një transmetim nga Ishak ibn Rahuja se Ali ibn Ebu Talibi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, një ditë ndaloi në një pemë në Hum, mori dorën e Imam Aliut dhe pyeti: A dëshmoni se Allahu është Zoti juaj? Të pranishmit thanë po. I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pyeti përsëri: A dëshmoni se Allahu dhe i dërguari i tij janë më të dashur për ju se vetja juaj? A dëshmoni se Allahu dhe i dërguari i tij janë udhëheqësit, kujdestarët tuaj? Të pranishmit thanë po. I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: Kush ka udhëheqës, kujdestar Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe ky Aliu është udhëheqës, kujdestar i tij, juve ju kam lënë diçka që nëse kapeni pas tyre, nuk do të humbni kurrë: librin e Allahut, një anë e tij është në dorën e Allahut dhe ana tjetër në dorën tuaj dhe ehli bejtin tim. Buisariu, i cili ka vdekur në vitin 840 të Hijrit, shprehet rreth këtij hadithi se Ishaku e ka transmetuar atë me një zinxhir të saktë transmetimi, po të njëjtin mendim ka edhe Ibn Hajeri ku thot në El-Matalibul Aliye se ky hadith ka një zinxhir të saktë transmetimi, po ashtu edhe Sehawiu në Istijlabul Irtiqaul Ghuraf thot se ky hadith ka një zinxhir të saktë transmetimi. Albani ka thënë transmetuesit e këtij hadithi janë të besueshëm me përjashtim të Jezid ibn Kathir që nuk e njoh. Kështu që ky hadith me vendimin e shumicës së dietarëve të hadithit është i saktë dhe i pranueshëm nga të gjithë. Përveç këtyre haditheve që përmendëm, ka edhe shumë hadithe të tjera rreth kësaj çështjeje, por me një dallim të vogël nëpër disa fjalë. Megjithatë, edhe ato hadithe kanë zinxhir të saktë transmetimi dhe merren të gjitha përbazë nga dietarët e ehli sunetit dhe të ehli bejtit. Ardhja e shumë haditheve rreth kësaj çështjeje, qofshin edhe me disa ndryshime të vogla në disa fjalë, është treguesi vërtetësisë së çështjes.